fjalë të ashpra, goxha, me thënë të drejtën, për Sarën. Sara, si e ndjerë për para këtyre fjalëve? Atëherë, Bana, unë dua të shpjegoj që për mua nuk ka qenë e vështirë çështja e komunikimit, sa ka qenë e vështirë fakti që Zhaku ka ardhur nga jashtë. Unë kam 45 ditë e pak këtu. Jam sulmuar nga Zhaku që në sekondin e parë që është ulur në arenë. Dhe unë nuk kam pasur asnjë informacion për Zhakun. Zhaku ka pasur për mua. Kështu që ishte një luftë në thonjza shumë e padrejtë dhe unë realisht jam ndjerë e dhunuar psikologjikisht me gjitha dëgjimin që mua më ka ndodhur. Unë nuk e kam problem, siç mund ta keni parë në 14 prajme, të kthej përgjigje, as të jap argumenta, as të jap arsyetimet e mia, por kur janë fjalë boshe dhe kur unë pyes pse dhe nuk kam një përgjigje, tani unë nuk e di se sa e drejtë është kjo kundrejt një njeriu që dihet që është i izoluar këtu. Me thënë të drejtën, prisja më shumë nga Zhaku, për sa kohë ka qenë opinioniste në një edicion të mëparshëm, dhe besoj se e ka ditur se sa presion ka njerëzit këtu, sa çdo fjalë që ti thua këtu duket sikur është shumë e madhe, dhe nuk e kam pritur që dikush me këtë eksperiencë dhe që ditën e parë i dhash disa shanse për të më njohur, dhe nuk besoj se asnjë nga ato fjalët që ajo ka thënë te dhoma e Agajit ka qenë e drejtë për 24 orëshin që ajo ka kaluar këtu, se nuk i kam dhënë asnjë nga ato ndjesi, jam shumë e sigurt për këtë gjë. Se disa e drejtë është kjo gjë, për më tepër që përmend disa gjëra që bien ndesh edhe me atë që Zhaku ka ardhur këtu dhe thotë që përfaqëson. Më përmend terapin, ndërkohë që me sa na tregoi është vetë në terapi. Më përmend djallin, ndërkohë që thotë që beson në Zot. Ekzorcizmin po djallin përmendi më vonë. Më thot fjalë që unë me thënë drejtën nuk ja kthej dot përgjigjen. Dhe e fundit që për mua shumë e rëndësishme, nga një grua që unë e di, dhe këtë unë do ta them se nuk e kam fare problem, e di që është paragjykuar shumë jashtë, nuk e kam pritur këtë lloj paragjykimi pa pasur mundësinë e një njohjeje. Dhe e kam pyetur disa herë që pse ka ndodhur kjo gjë dhe përgjigjja ka qenë shumë menefregiste dhe më thënë të drejtën ofenduese. Kështu që unë jam ndjerë realisht e dhunuar psikologjikisht, unë atë ditë kam kërkuar psikologen për të gjitha ato gjërat që ti më ke thënë. Ty mund të bëhet qefi. Më në fund do fillosh terapin. Okej, kjo është... S'kam që a thënë, dhe thënë, janë dy personazhe që i bëhet qefi kur i shohin dikoj që qanë, dhe thënë, kjo është e të mërshme. S'kam që a thënë tjetër. Zhaku, a ka një prapasken pas këtyre sulmeve të Sarës, apo është thjesht mos pëlqimi yt ndaj saj, ndaj mënyrës se si ajo sillet në fermë, ndaj mënyrës se kthen përgjigje? Nuk ka të bëjë mos pëlqimi, janë të gjitha konkluzionet që unë kam, janë si pasoj e bashkëtesës, janë gjërave që unë bërë e ke Sara, edhe Sara në shumë moment ma përforcon. Ti s'ke ndenjur me mua, Zhaku, e ke bërë në 24 orëshin e parë tëndin këtë. Nuk të ndërpreva kur po jo, po nuk mund thuash nga bashkëtesa ime se ti s'ke ndenjur me mua, ti nuk e ke parë se si jam unë këtu brenda. Unë vazhdoj mendoj, jo vetëm mendoj atë që ka menduar, por më është përforcuar mendimi Sara hap gojën dhe nxerr xhevaire, mua përforcohet ai mendimi im. Nuk kam ardhur këtu për të mbushur mendjen Zhakut, por çdo duhet që secili prej nesh të kuptoj që çdo kush që thot një fjalë, një epitet, është e rëndësishme për ta dëgjuar një herë vetë përpara se ta nxjerrë nga goja. Se nuk e di se sa mirë do t'i vinte Zhakut, që t'i vinte dikush nga jashtë dhe t'i thoshte realisht ato gjëra që mendonte dhe pastaj ta kamuflonte me 24 orëshin e qëndrimit, që me thënë të drejtën më ka kërkuar një 3 herë falje për gjërat që ka thënë dhe i kam dhënë një 3 herë shanse të tjera. Nuk besoj se ka pasur njëri këtu nga goca të paktën përveç atyre që njihte që i ka qëndruar më afër në momentet e para, të njëjtën gjë po flasë për të dyja vajzat, dhe pas kam pasur gjithë këto gjëra të këqija që ja pas kam dhënë Zhakut për 24 orëshin e parë. Të lutem, të paktën mos u trego hipokrita. Të paktën tregoj ashtu siç është. Soni, ti u përpoqe që ta bësh të ndryshoj mendim. Pra pash në një moment që... Si, më falë, si të gjëva? Do me thënë që perceptimi që ka nga jashtë për Sarën, është i gabuar, i kam thënë që po, ka një rol ngacmues këtu në fermë, ashtu si kurse se cili nga ne ka një personazh, ka një lojë të vetën, por Sara është një vajzë shumë e mirë,
që ka treguar këtë mirësit sajën këtu, edhe pa tjetër që edhe me Zhaku ndoj tregonte, dhe po mundojsha t'i shpegoja që është e pa drejt gjithë ky sulm, dhe ndosha është nisur nga gjë që mund të ketë parë në internet, edhe mund t'jetë ndikuar nga kontradita që Sara ka pasur me Mozën. Mendojnë që ka qenë kjo arsyeja. Moza, çfarë mendon ti? Mendoj që situata është komplekse nga elementi teknik, jo nga substanca. Nga elementi teknik e para që kur hynë në fermë, ata që kanë parë fermën, janë të informuar paraprakisht dhe me informacionin identifikohen dhe bën reagimin për para se të hynë në raport tamam me fermerin. Kjo është... Sa e drejt mendon që është kjo? Mendoj që, si që thash për para, jo vetëm në rastin kur ti si e futur akoma në një raport, se duhet hysh në raport që t'ja thuash, të hysh në një raport ngacmimi. Për shembull, unë isha prezente kur Kostana pati një përplasje me Sarën, po ishte një përplasje mirëfilli psikologjike, ku të dyja kishin hyrë tashmë në raport dhe ngacmonin haptas njëra tjetra. Jo, s'kam ngacmuar as njëri nga të dyja. Më falë se isha aty. Ndërsa, përsa i përket Zhakut, nuk e diskutoj anën substancialet konceptit saj, se Zhaku është e pjekur edhe nuk e vendyshim perceptimin, por unë për vete, përsa i përket disa ngacmimeve të vogla që pata fillimisht nga Zhaku, nuk e lejoj veten të determinohem për dhënë opinion. Dhe në këtë pikë, Zhaku ndoshta duhet priste pak sa ti vinte raporti në atë pikë që t'ja thoshte ta ndiste shkrepsen, t'ja ndiste, por ja ndezi ke unda pikërisht kur ajo po përpiqeshe që të krijonte një imazh tjetër. Unë mendoj që e drejta e rifillimit të vetes është një e drejtë njerëzore. Pra ti mund të kesh qenë deri dje i tmerrshëm etj, po unë të jap një shans që ti të shfaqesh ndryshe. Faleminderit me një Jo, sa thash për ty. E thash për Sara. Më fal, Arbana. Konceptin tënd. Fal, Arbana. Diskutoj. Por Mirë, vazhdo. Por, jo, se dhe ti më ngacmove 2-3 herë, dhe atje i kam thënë, unë nuk mund t'jap definicion, t'ja gjaj. Pse s'mund t'jap definicion? Duat punoj. Jo. Unë të thash, ana që e definicionit, se qëfar ke thënë ti për të, mund t'jetë komplet në regull. Çështja është që nga pikpamja e momentit, nuk mund të vish, se ajo është e pa njohur për ty, në 2 orëshin e parë, pas një fërkim, ti t'ja thush troq, sepse ku e njofte ti këtë, ti e ke njoft jashtë. Dakor, men për herë tjetër, herës tjetër. Kjo është mënyra manipulatore që kalohet çdo gjë. Ishte një përplasje kokë, dhe ishte momenti dhe unë u habita se pash një njeri tjetër komplet të Kostana që se imaginoja dot, por që i qepi një kostum kësaj të sakt që unë u trondita. Po prap ndoshta dhe jo vetëm nga raporti, po dhe nga informacioni jashtë, pra dhe Sa raporti Kostana ka qenë gjumë gjithë Nise, ishte fakt që ju përplasët dhe po e ofendonit, Jo, unë s'kam ofenduar asnjëri, përkundrazi. Unë mendoj që në raportet njerëzore ka një element teknik dhe etik, ka dhe një element që është substancial. Unë nuk e diskutoj elementin substancial Zhakut, se është e përgatitur, nuk mund të diskutoj këtë. Po në elementin teknik, them që ka diçka për diskutuar, që ndërkohë që ajo po përpiqej të çfaqte. Jo, gaf nuk është, por është, do me thënë, një kurajo për t'ja dhënë tjetrit shuplatën me atë që di. Jo, gaf se bëri gaf. Arbana dhe nuk e kuptoj sepse të dy zonja kanë ardhur me dëshirën për t'i respektuar ne, ndërkohë që s'kan pasur respekt mbrapsht. Më fal, kjo ishte e fundit që... Atë dëshirën që donë të shfaqet këty, Iliri, si të duk ta pëtetoj një figurë tjetër. Ilirin duat pyes, se si u duk ai moment kur aty tek zjarri Zhaku po i thoshte, je negative, je vajze keqe, duhet ikësh që këtu. Do degeneroj. Më bëri pak përshtypje që nuk ndërhyri askush nga fermerët. Do me thënë, çfarë menduat ato çaste? Unë fola, ja tha Zhaku që kisha për të thënë, dhe mbi të gjitha ajo që po thot dhe Moza, unë i quaj gaf prezantimi, sepse nuk duhet të kishte absolutisht prezentuar veten në këtë mënyrë, ku në 2 orëshin e parë të darkës të ishin qëlluar 20 fishek me një lloj perceptimi komplet nga jashtë. Unë po e them në një mënyrë timen. Ajo që Zhaku duhet dhe mendoj, duhet bëj jo vetëm me Sarën, po me gjithë të tjerët,
dhe që ka filluar ndoshta ta bëj sot, është një lloj afrimiteti, një lloj analize, në disa takime që ndodhin këtu brenda, sepse është normale që para se të flasësh me një njeri ose për një njeri duhet ta njohësh disi atë njeri. Okej. Falë, Arban, nuk them diçka aty. Unë e kam thënë në klip që kam shumë gjërat përbashkëta mbase në karakteriale me Zhakun, por të lidhur me atë, pra, presta njoh më së miri, por problemi i atij falos, pra të zjarri kur ishim, ishte që Zhaku sapo kishte mbaruar së na treguar kompleksitetin e situatës emotive familjare që ka aktualisht dhe probleme të tjera, dhe e para Sara që gjak ishte sulmuar nga Zhaku, u bë pjesë bashkë me ne për ta mbështetur dhe për t'i dhënë kurajo për të vazhduar këtë fermë që vetë Zhaku e ka quajtur si terapi. Dhe këto janë gjërat mbi të cilët unë jam shokuar dhe nuk kam ndërhyrë në atë pikë. Pra, besoj që këtu ka një lloj kontradikte dhe një diçka që duhet të zgjidhësh njerë me veten tënde dhe pastaj Arbana, të lutem dhe një gjë të fundit dhe e mbyll. Po. Ilir. Atëherë, dhe kontradikta më e madhe e Zhakut është përse si vjen dhe si prezentohet, sepse erdhi duke na thënë që këtu ka një energji negative, që ne nuk japim asgjë, dhe nga ana tjetër çfarë bën? Përcjell thjesht atë që pretendon se këtu është. Pra, nuk ka koherencë në atë që thotë dhe në atë që bën. Pra, nëse ke ardhur të na japësh energji pozitive, na jep energji pozitive, se ke mundësi ta bësh këtë gjë. Armina. Unë doja thoja që, si që thash, është një test nga Zhaku, që me Sarën është te kaluar, nuk doja që do te kalon të në ofendime dhe në fyërje, sepse i duhet pak më shumë kohë për ta shpenzuar Zhaku vetë me vajzat aty, për para se sa të arrit që ta fyën në mënyrë që ajo të ndjetë keq, sepse nuk ishin fjalë vogla për t'ia thënë dikujt në 24 orë, dhe unë thjesht do i këshilloja Zhakut që të merrte pak kohë dhe edhe pse është e vështirë të xhbëjë ndoshta mendimin që ka krijuar nga jashtë, ta shohim me një sy, ta përjetojmë me një mënyrë tjetër duke qenë aty brenda. Angel? Në fakt, unë e kam parë pak më ndryshe, se këtu ka një problem shumë të madh me të gjithë fermerët. Kanë brenda vetes së tyre një shprehje, le t'i bie kujt i bie, vetes time mos i bie, domethënë. Sepse kur i ndodh dikujt tjetër e njëjta gjë, rrinë, shohin, nuk reagojnë, nuk i duket në i gjë e madhe, kur i ndodh ke vetja, pastaj aty thonë prit se që nga gjë shumë e madhe me t'i thënë ca fjalë të rënda. Dhe kam përshtypje që Zhaku ndoshta ka tentuar t'i japi Sarës një dozë nga medicina e saj, po doza ka qenë çike fort, kam përshtypje. Ishte pak dozë e tepër Zhaku me thënë drejtën. Por, po, ishte një overdose. Sepse të gjithë këto që sot po thonë, të gjithë këto fermerët që sot po thonë, duhet i japi kohë Sarës, ju po vjen me informacione nga jashtë, po ju qa informacione që kishit nga jashtë kur ju sulët Sarës dhe qa si thatë në fillim? Se dhe ju qa nuk i keni thënë në fillim, që të gjithë. Pra, do të thotë që nuk është që juve mendoni për Sarën gjërat më të mirat mundshme, po thjesht të bazuara në fakte që ndodhin ditë për ditë në fermë. Dhe ishim në reakcion psikologjik, ajo është e drejtë. Po pra, po, kishte vetëm 3 ditë që kishte filluar ferma, kur juve qa nuk i thatë Sarës. Unë personalisht i kam thënë arrogante dhe ishte në bazë të sjelljes që ajo kishte brenda në fermë. Dhe keni bërë një sjellje caktuar me Sarën, se i kemi parë që të gjitha, mirë po. Mirë dodur ka pasur ndodhi, ka pasur përplasje që ato janë... Dhe një gjë kam për ta mbyllur me Sarën dhe dojtë i gjoj, kur thua Sara që nuk kam ofenduar askënd, lutem, mos bëmë paralelizime situatash me shkolla dhe me mësues dhe me role drejtorësh, nën drejtoreshash, sepse një pjesë e tyre janë figurë shumë e nderuar që shkollojnë brezat të tërë që çfarë nuk durojnë dhe nuk mund t'i përdorësh krahasim për t'kullizuar ato aty brenda. Pra mos i... Mund flasë, lutem? Po, mund flasësh. Atëherë, si fillim, unë nuk kam ofenduar askënd pa e njohur fillimisht këtu brenda. Nëse ka pasur ofendime, kanë qenë gjithmonë brenda kuadrit të... Çfarë do thotë kjo si ato në drejtoreshat zëvendësuese? Çfarë do të thuash me atë? Erdhi që në fillim është kompliment. Dhe pati një sulm direkt ndaj meje. Është kompliment.
është kompliment, ja thua. Si zëvendësueset e nëndrejtoreshave, është kompliment. Po nuk është ofendim. Ku është ofendimi? Unë nuk i thash ke një shpirt të ligë. Unë nuk i thash që ti ke nevojë për resorsizëm. Unë nuk i thash gjithë ato gjëra që ajo më tha mua. Nuk mund t'i krasojmë të dyja, se i thash nëndrejtoresh. Si mund t'jetë ofendim? Zëvendës nëndrejtoresh. Zëvendës. Nuk të jetë ofendim. Dhe të thonë, nëse do marrë këto, atëherë ne s'po flasim fare. Dhe më falë, dhe diçka tjetër, Angel. Unë në asnjë moment në këtë fermë nuk kam qenë personi që isha jashtë dhe erdha brenda dhe sulmova. Unë nëse më kanë sulmuar, kam sulmuar mbrapsht. Dhe nëse kam sulmuar unë e para, në asnjë moment të lutem. Nëse kam sulmuar unë e para, në asnjë moment nuk kam te kaluar limitet dhe për të shkuar jashtë fermës. Gjithmonë kam ndenjur brenda. Unë personalisht mendoj që Zhaku ty po t'jep atë mundësin që këta thonë mundësi të t'njoj, kam përshtypje që ta ka dhënë këtë mundësin. Do me thënë ti e Jo, kishë shmuar kur ti asnjë mundësi dhe më beso që ditën e parë që e gjitha kjo gjë ka ndodhur. Po të tregosh më analizuese, mendoj që Zhaku ta ka dhënë mundësin, po Mbase janë treguar shumë analizuese, por s'kam pasur. 24 orë janë mjaftueshëm, po unë thjesht doja për ta njohur dhe për të kuptuar karakterin e plot brenda, se jashtë është tjetër perceptim. Thjesht do doja të pyesja Zhakun, sepse s'po kapim thelbin e situatës. Le të flasis Zhaku, pse i është drejtuar në këtë mënyrë? Si ka arritur në këtë përfundim? E kam pyetur. Ti vetë personalisht nuk është se ke patur me Sarën ndonjë debat aty brenda apo ndonjë qasje që... Kam parë video, kam parë mënyrën si ka komunikuar me mua dhe mua më mjaftojnë 2 minuta, Armina, për të kuptuar dikë. Nuk i pëlqen dhe... Saj prekja emocionale. Okej, do kemi mundësi të flasim gjatë, për të gjitha... Më falë, Arbana, të lutem, mund të mos të pëlqej dikush, po jo që ta çosh dikë tjetër, Jam dakord. E pra, të lutem. Por, përderisa po pyeste se pse, i dash përgjigjen që Zhaku tha kur ta bëra unë pyetje. Mos më kërkoj t'i bëj make-upin. Nëse si pëlqen, mos më flasi, jo t'i bëj make-upin. Unë s'të kërkova të më Ti më bësh make-up. kërkove 3 herë. Ti më kërkove. Jo, mi se Ti më kërkove. Stop tani. Të bëra ndër të bësh reklam produktet Nuk e e dua tua, nga ty me këto ndihmua. fjalë që the. Nuk e dua. As ta kërkova të më bësh make-upin fare. Ishin gocat këtu, ti më kërkove. Po të jepja një mundësi të bëje reklam produktet e Jo, nuk tua do të me doja mua. të bëja reklam kundrejt kësaj gjëje. Nuk jam mirënjohëse ndaj një njeriu që nuk respekton. Nuk jam mirënjohëse. Vazhdo. Do mbyllim